Të flasim rreth karrierës suaj, unë e përmenda edhe më herët që keni një karrierë të bujshme, një eksperiencë mjaft të gjerë në fushat të cilat ju keni kryer studimet e juaja si dhe specializimet e ndryshme. Të nisim të flasim pak që nga fillimet e hershme. Unë filloren kam kryer në vendlinje, në fshatin Mateç, gjimnazin Goce Delqev në Kumanov, më shumë në Maqedoni se sa Shqip, kujdestaren e kishin Maqedonas, ishin kohra të vështira, ku ende mbisundonin paragjykimet dhe stereotipet negative ndaj nesh, po kishte besa edhe profesor të cilët haptazi manifestonin shovinizmin e tyre, urrëtitjen e tyre ndaj nesh. Kështu që ne faktikisht urritëm në kuadër të një ambienti me paragjykime nga ana e Maqedonasve, me stereotipe negative edhe tjera, por megjithatë fal vullnetit të madh për nxënje, për studime, për mësim, ne arritëm që t'i kalojmë të gjitha ato sfida. Pas përfundimit të gjimnazit, unë qëndrova pak jashtë shtetit, ishte një përvojë interesante, derisa filluan ligjëratat, u regjistrova në fakultetin filologjik të Universitetit Shënkirillit dhe Metodin në Shkup, në programin studimor filologji romane apo romanistik. Dhe është një ngjarje interesante e lidhur me angazhimin tim në gjimnazin Goce Delqev, kur unë isha viti i 4, që nuk kisha fare ndërmend që të angazhohem si profesor këtu në Maqedoni, kisha plane që të shkoj jashtë shtetit, vazhdoj karrierën time. Dhe disa kolegë të atëhershëm përmes miqve më kontaktojnë dhe më thonë duhet patjetër që të vish të bisedojmë. Edhe unë pastaj u takova me ta dhe më thonë se ka një problem të madh, me që i kishin atëherë vetëm se 2 paralele me mësim në gjuhën shqipe. Një profesoresh maqedone latinishtes kishte lënë në provim tër klasën me mbi 35 nxënës. Kështu që unë u mendova shumë se çfarë të bëj, por më kujtua fati i 35 nxënësve dhe t'ju them të drejtën vendosa që atë vit shkollor që të vinë, edhe pastaj në afatin e shtatorit dhe të nxënës kaluan, pastaj vazhduan deri në vitin e 4 edhe kështu pastaj vazhduan jetë studimit edhe jetën. Ky ishte ai momenti që të deshta që të ndaj edhe me shikuesit e televizionit tuaj. Pastaj punën në gjimnazin Goce Delqev si profesor edhe i latinishtës edhe i frëngjishtës e vazhdova deri në vitin 1988, në vitin 1982, por këtu duhet përmendur një fakt shumë të rëndësishëm se profesorët në këtë gjimnaz edhe në shkollet tjera të mesme jemi ballafaquar me shumë peripeci dhe me shumë sfida. Për shembull në vitin 1981 me njëherë pas demonstratave të studentëve në Prishtinë, në Kosovë, filluan edhe ndërmarrja e masave të ndryshme kundër arsimit shqip.